Radio Kosova, programi i parë. Por ju fëmë. Me shpirtin, hapin dhe fjalën tuaj, drejt rritës. Për ju fëmi. Përshëndetje, miq të mi të vegjël, mirëmbrëma, mirë se erdhët tek minutat e ngrohta të emisionit Për ju fëmi. Unë uroj çaste të këndshme në këtë ditë vere, duke ofruar një larëshim me poezi të shkrimtarit të njohur për fëmi Rahman Dedaj. Po ikin të vërtetat pa mua, po kthehen të rremet pa kohë, gjeometri e një trajtshme fjalën po ma fshe. Në cilin teatër do të luhet roli qesharak i kujdesësime? E diel e shtun, apo e premt, e enjt, e mërkur e mart, të hënën fillon puna sërish. Dhe poezia fundit nga ky autor mba titullin Njeriu që mbante ditar. E mate jetën me pëllëmb, një e jetuar, një e pa jetuar, një i dilte mashtrim, një tjetër gabim, çdo që ju kishte plak më shpejt se rrita, ishte thinjur rrugëve dhe zogu do të këndonte.